Во рок од 3 месеци се очекува да се реши проблемот со полагањето на правосудниот испит на албански јазик. Ова за Euronews го изјави председателот на Влен Изет Меджити, кој во текот на вчерашниот ден заедно со Касами одржал средба со премиерот Христијан Мицкоски. Според Меджити постои договор за барањето на студентите. Ashtu siç kemi zgjidhur këto 3 dikasere, do vazhdojmë me jurisprudencën që është kërkesë e studentëve, po jo vetëm te jurisprudenca. Ne kemi rënë dakord, domethënë që ligji i gjuhëve të zbatohet edhe tek fusha tjera ku ka të bëjë me provime profesionale apo me licenca që duhet mirë. Ju e keni kërkuar, po çfarë ju është thënë? Nuk kemi kërkuar, jemi marrë vesh, jemi dakorduar, është deklarate përbashkët e kryeministrit e 2 partnerëve të qeverisë, VMRO-s dhe Vlen. Pa një afat. Po qëllet jetë afat 3 mujor. Nëse e ka procedurë, duhet bëhet propozim ndryshim ligji, duhet kaloje në qeveri, duhet kaloje në parlament. Пратеничката на Европскиот фронт Рина Едари изрази недоверба кон решенијата што би можела да ги предложи владата, алудирајќи дека тие може да донесат непотребни или комплицирани процедури. Законот за употреба на јазиците веќе ја гарантира употребата на албанскиот јазик, вели таа. Realisht nuk e di se me çfarë zgjidhje do të vinë, me çfarë perle do të vinë. Ja një shembull konkret po ua jap. Dje mbrini në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë dhe vetëm duhet të zbatohet. Pra ministri i drejtësisë duhet vetëm ta rregullojë që studentët mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për ta dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Во меѓувреме студентите бараат правото за полагање на правосудниот испит на албански јазик да не остане само политичко ветување, туку што побрзо да се спроведе и во пракса, најавувајќи дека ќе продолжат со јавните реакции се до конечното решавање на прашањето.